Spaç, 1973. Revolta që tronditi diktaturën komuniste të Enver Hoxhës. Lëvizja majtiste liberale, që kulmoi me protestat masive të rinisë studentore franceze të Universitetit të Sorbonës në Paris, në maj qershorin e vitit 1968, kundër qeverisë de Gaullit, të cilat vijuan më pas në Itali, Gjermani dhe disa vende të tjera të Europës perëndimore, apo edhe agresioni ushtarak sovjetik ndaj Çekosllovakisë në gushtin e atij viti, ku tanket ruse me urdhër nga Kremlini zbarkuan në rrugët e Pragës, patën jo pak impakt edhe në regjimin komunist të Tiranës dhe personalisht diktatorin Enver Hoxha, i cili qeveriste me dorë të hekurt vendin e vogël dhe më të varfër të Ballkanit që nga viti 1944. Paranoja dhe frika e një sulmi të mundshëm prej trupave sovjetike e detyruan Tiranën zyrtare që të denonconte publikisht agresionin ushtarak rus në një vendi sovran, siç ishte Çekoslovakia, dhe të shpallte edhe de jure daljen nga traktati i Varshavës, gjë të cilën de facto e kishte bërë që nga viti 1961, kur Shqipëria komuniste ndërpreu të gjitha marrëdhëniet zyrtare me Bashkimin Sovjetik të Nikita Khrushchevit. Në këtë kontekst të zhvillimit dhe rrjedhjes së ngjarjeve në arenën ndërkombëtare, udhëheqja e lartë komuniste e Tiranës u detyrua që krahas rritjes së vigjilencës, duke mobilizuar e kaluar në gatishmëri numër 1, si në gjendje lufte, të gjithë forcat e armatosura dhe popullsinë civile, të zbuste pak edhe luftën e klasave, duke lejuar një farë liberalizimi në jetën e vendit. Kjo gjë konsistonte kryesisht në art kultur, me shfaqjen e filmave të huaj dhe pjesëve teatrale në skenën e teatrit popullor. Ndjekjen e modës në veshje dhe paraqitjen e jashtme, lokalet me muzikë ku interpretoheshin edhe këngë të huaja, lejimin e kanaleve televizive të stacioneve italiane, jugoslave dhe greke që interferonin në disa pjesë të territorit shqiptar, ardhin e turistëve të huaj, dërgimin e ansambleve folklorike e muzikore në Kosovë dhe ardhin e tyre në Shqipëri, e deri në emisionet e radio-televizionit shqiptar, ku muzika e huaj dhe emisionet nga bota kishin një hapësirë të veçantë në të gjitha ditët e javës. Kjo klim liberalizuese që u lejua dhe mbizotroi që nga fundi i viteve 60, do të vazhdonte në mënyrë lineare deri në janarin e vitit 1973, kur Enver Hoxha, krejt papritur, në një nga mbledhjet e zhvilluara në Komitetin Qendror të Partisë, kritikoi festivalin e 11 të këngës në radio-televizion, gjë e cila do ta çonte më pas në disa mbledhje të tjera që kulmuan me pleniumin e 4 në qershorin e atij viti, ku u godit jashtëquajturi grupi antiparti në art e kulturë, me në krye Fadil Paçramin e Todi Lubonjën. Në këtë atmosferë ngjarjesh të ndodhura në sektorin ideologjik në gjysmën e parë të atij viti, një ngjarje tjetër e jashtëzakonshme dhe me përmasa shumë më të mëdha, do të trazonte ujërat e ndenjura dhe do të trondiste nga themelet regjimin komunist në fuqi. Ajo ishte revolta e Spaçit në majin e atij viti, që Tirana zyrtare nuk e kishte përjetuar kurrë më parë, të paktën që nga viti 1946, me kryengritjen e Postribës. I njohur ndryshe si reparti i riedukimit 303, Spaç. Ai kamp u ndërtuar në fillimin e vitit 1968, pasi ishte piketuar dhe përzgjedhur më parë nga ministri i brendshëm Kadri Hasbiu dhe kryeministri Mehmet Shehu, të cilët shkuan vetë aty për ta parë vendin nga afër.
Kampi u ndërtua nga të burgosurit ordiner, që ngritën barakat e para në një grop, në një shpat mali të zhveshur, rrethuar nga të gjitha anët me male, ku shikohej vetëm një kup qielli. Fillimisht, si kapanone fjetjeje, shërbenin disa baraka të vjetra të ndërmarrjes së gjeologjisë, ndërtuar në vitin 1953. Të burgosurit e parë politik që u dërguan për të punuar në galerat e Spaçit në maj të vitit 1968 për të nxjerrë nga thellësitë e tokës bakër dhe pirit, ishin nga kampi i Elbasanit, që kishin punuar për ndërtimin e fabrikës së Çimentos. Neve kemi ardhur në Spaç në vitin 1968. Jemi nisur nga kampi i Elbasanit. Atje kishim një periudhë për 6 muajsh që neve rrinim stok në kamp, sepse kishte mbaruar objektin, kemi ndërtu fabrikën e Çimentos Elbasanit. Dhe gjetja më e mirë e pushtetit që ishte në atë kohë edhe Enver Hoxhës me gjithë stafin e tij ishte Spaçi. Një gryk që siç e keni parë dhe ju siç është. Dhe kur kemi ardhur në fillim këtu s'ekzistonte, s'kishte as zoq. Po mbasi erdhëm ne kishim ca pullum mobiles atje, i morëm me vete, edhe ato na hangri sifteri. Kur erdha këtu pash i gjenie të tmerrshme, i gjenie të mjerueshme. Më shkote menja të uash ketelat. Aty mirë po kisha shok që më thoshën të mirë pa avashë burse, ne kemi ka 3 vjet, kemi ka 5 vjet, kemi ka 7 vjet. Ja, këtu ka qenë dhoma, kjo dhoma e parë që unë kam fjetur me fjalë. Masi shprishur kapanonet që kanë qenë për terrase dhe u ndërtua kjo godina me tulla. Këtu kanë qenë me kapanone terrase. Ja, këtu ku është kjo këtu, ka qenë po kapanoni ku unë kam pas fjetur me terrasa, ka qenë një kapanon tjetër atje, dhe këtu poshtë, ja këtu në këtë tuginën këtu mas Rozë Pallatit, ka qenë rruga që ne dilim për ke porta për të shku në punë, që na çoqin në galeri. Sipas ish të burgosurit politik, studiuesit dhe publicistit të ndjerë, Agim Musta, ata u pritën me thirrje në korë. Ja u bëm varrin nga të burgosurit ordiner, që vazhdonin të rrethonin kampin e punës me tela me gjemba dhe vendrojet për ushtarët. Të burgosurit politik, që në fillim ishin rreth 600 vet, punonin me 3 turne, me mjete primitive dhe pa asnjë masë mbrojtëse të sigurimit teknik. Për 6 muaj të vitit, atje zotronte bora dhe akulli. Temperatura në dimër zbriste deri në -15 gradë. Minerali i Spaçit, piriti sidomos, që është një lopat ka 20 kg, gjysmë vagoni 2 ton, shumë i rëndë, piriti çoi në superfasadën e Laçit. Atje përpunohej e mesin tishin acidin. Të merrja dhe peliçën se për behar bate ftofët në galeri, për dimër bate në rohët. E në duesh peliçja dimër verë. Dhe do hyja atje, në atëherë në qelbët të kalbjes dronit e në të përsjerjes acidit. Tretimi shumë i keq në galeri, po s'bashe normen fushin Biruc. Kupton ti bashe 30 Biruc, për bëjmë normen. Peridi e këtu, ka pas serë më serë shemje. Po fati mirë të burgosëve, mas i ka nikë burgosëve, është ban shemja mas anena, më kupton ti. Mu thu që një fush basketbollit, galeria. Në acarin e dimrit, të burgosurit që nuk realizonin normën, i lidhnin në përshtylla me kavo çeliku, duke i lënë për 24 orë në borë dhe akull, gjersa ata humbisnin ndjenjat. Kushtet higjieno-sanitare në kampin e Spaçit ishin të vajtueshme. Ndërsa të burgosurit që kundërshtonin urdhrat e policëve dhe gardianëve të kampit, arrieshin barbarisht prej tyre, ku më të tmerrshmit ishin policët Preng Rapi dhe Pjetër Koka. Një tortur tjetër që ushtrohej mbi të burgosurit e Spaçit për çdo ditë ishte qëndrimi në këmbë me orë të tëra para kapanoneve të fjetjes apo mensës me pretekst numërimi.
Kjo ka qenë Taraca, ku neve është ndërtuar në vitin 1969 në dhjetor. Ka qenë me solet sipër dhe këtu bënim edhe apelin neve. Dhe rreshtoheshin gjithë kolon, apel, dimër, ftofët, akull, çdo gjë të kishe, ajo ishte e përditshme, 3 në ditë. Ardhja nga Elbasani këtu ka qenë shumë keq në fillim fare, sepse neve as kishim punuar ndonjëherë nëpër miniera, as e dinim çfarë ishte puna e minierës. Ne kishim punuar nëpër ndërtime, më tepër. Dhe kur kemi ardhur këtu ishte një uri e madhe. Në ato kohëra biles na jepshin herë buk misi, në 150 gram buk misi ose buk kruri kur kështu, dhe pjesën tjetër na e kompensonin me patate. Arriti një kohë që edhe derrat që kishte kampi nuk i hanin më ato patate. Një të merë pa fund. Do qoqe, se ne punoshme me turën, do qoqe në mjesh dhe shkojnë menç. Do haje dhe gjellën e qelbët me uja qidi, me bath, me shkopi. Kështu orari i punës arrinte nga 8 në 10-11 orë në ditë. Kur ju drejtoheshin të burgosurve, gardianët dhe oficerët e kampit e kishin në maj të gjuhës thënien: nga spaçi s'keni për të dalë as të gjallë, as të vdekur, pasi kufomat e të burgosurve që vdisnin nga sëmundjet apo aksidentet në punë, pa mbaruar dënimin, nuk u jepeshin familjarëve. Trajtimi psikologjik ishte një ide e tyne. Ata e kishin me kongres, ta luftojmë armikun e mrenshëm fizikisht, psikikisht, moralisht. E ka thënë Enver Hoxha, kongresin e 7 më duket. Ata e kishin domethënë luftën psikologjike që të çmenshin, sepse shiko, lufta psikologjike të qotet drejt thymjes. Ajo të thyte. Në qëllimi aty në ishte që t'i thyshin të burgosmit, t'i pashin spiona. Të spionoshin njëri tjetrin e për gjana koti. Dhe duke qenë se i burgosur në kishte dosjen e spionot e njëri tjetrit, nuk kërkotet në shotë pushtetin. Ishte ushtari e ekzekutuar, ai rriten kam kot. Moralisht ai kishte ra. Pirucat e kampit ishin gjithmonë plot me të dënuar për shkaqe nga më absurdet. Ata mbaheshin atje deri në 1 muaj me bukthat dhe vetëm një batanie, të cilën duhet ta përdornin vetëm natën. Masanaj do dilje dhe do ipi llogari pse s'ke bën normën. Ne shpesh herë na pritsin këtu e na kaloshin ke birucat. Ato birucat ishin mush me tartabiqa se ka i kishin marrë ato dërrashat dhe na grishin tartabiqat e çudi e madhe tashin tartabiqat dhe në ndihmë. Kjo ishte situata që mbizotronte në kampin e Spaçit para se të ndodhte revolta e 21 majit 1973, ku të burgosurit ishin drejtuar me letra disa herë Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe organeve të larta të Partisë Shtet për ndalimin e dhunës pa shkak që ushtrohej mbi ta nga ana e komandës dhe efektivëve të repartit ushtarak 303, me komandant Haxhi Gorën, komisar Shahin Skurën, punëtor operativ Fejzi Liçon dhe shef policie Josif Sadikaj, por kërkesat e tyre binin në vesh të shurdhër dhe dhuna vazhdonte të ushtrohej si më parë, gjë e cila çoi në mënyrë të pashmangshme në ngjarjen e 21 majit 1973. Po si dhe përse ndodhi ajo revolt, cilat ishin shkaqet dhe arsyet kryesore që çuan në rebelimin e një pjese të madhe të dënuarve politik të Spaçit ndaj komandës dhe efektivëve të atij reparti, kush ishin organizatorët kryesor që ndezën shkëndijën e parë të zjarrit të asaj revolte dhe si reaguan fillimisht ndaj tyre efektivët dhe komanda e kampit. Edhe pse kanë kaluar mbi gjysmë shekulli nga ajo ngjarje që do të merronte pa mas udhëheqjen e lartë komuniste të Tiranës me në krye Enver Hoxhën, shumë nga ish të dënuarit e atij kampi, pjesëmarrës të revoltës, madje edhe organizatorët kryesor të saj, si për të konfirmuar thënien profetike të ish bashkëvuesit të tyre, prifti të famshëm Ath Zef Plumi, rëno për me tregue, sjellin dëshmitë të tyre autentike, duke rrëfyer me detaje gjithçka ndodhi aty, ato 3 ditë të fundmajit 1973.
Revolta shpërtheu sepse ishte palë sefi, ishte në një burgosur, ishte në Biruz. Mi po zakonisht Biruzat dënoheshin 30 ditë, kur bëhen një faj. Mas 30 ditësh duhet të nxirnin. Ai mund të fuste prapë mas 2 orësh, por ama ishte i detyruar të nxirte nga ajo. Siç janë dënimet. Ata nuk e kishin nxjerrë, kishin kaluar 3-4 ditë më duket. Dhe nuk e kishin nxjerrë. Kur vjen polici i thotë, "O zotni, unë kam marrë Biruzën, do të dal, do të lahem, do të ashtu." Ai nuk e la, ky shtyu policin, toli, gjeti një lev hekri, edhe u drejtu këtej poshtë, nga kampi. Jeni palë zefi, me gjok zefi jeni në Biruz. I nëzorën për i Biruzet. Kupton ti, si rregull, ashtë 30 ditë Biruz, ata e kanë marrë 36 ditë në Biruz. Edhe doshin me fut me njerë prapë në Biruz, sa dolin. Unë kam njërë aty, kam thënë, qatë të mu la, mu pastru këta njerës. Pavlo Popa ndërhyn edhe i thotë, "Çfarë keni?" thotë me të, "Po lejeni të lahet, shplahet, edhe po ti kryj gjithë të punë." Në këtë kohë hyn operativi i kampit një farë Fejzi Liço. Ky ishte stërmullari i gjithë këtij që revoltës që u krijua më mbrapa. Shumë u mblodhen shumë të burgosur aty dhe nuk e lanë palëzevin që ta merrshin. U konfrontuan me policinë, u qellu operativi me grysht, iku kapelja në krahun tjetër. Qeni, kemi pasur një qen në kamp, qeni ishte madhështor, qeni u hut policëve, edhe i hidhe, ka qenë një plind aty ku ke ura, ke tuneli aty, ka qenë një plind e madhe që ndërtoi pallati tjetër që aty. Aty edhe shtynte policët dhe i hollit gjithë në grop policët, sa që më mbrapa masanej, kur neve u ridënuam, u dënua dhe qeni me pushkatim. U qurë vorta, u qurë njerëzit e u bani tjena, komisari i burgut, e qëtësoj pak gjene e në qitën punë. Masa në nesëre, erën e do që me thirëm thrasin mu. Pavlo Popi të urojmë rëshme. Vjen nga prokuroria e përgjithshme, prokuroria e qytetit Rrëshenit, për të arrestuar Syria Lamen dhe Pavlo Popën. Syria Lamen isha që i goditi operativin. Dhe tani e kam parasysh me të dhomët gjithë gjak, se i kishin goditur dhe atë, e majtën shokët që mos me lanë që të shkonte atje, dhe Pavlo në diktu në kamp. Po shkoj unë i thashun, se mund dhe më mund të më rafë në fut Biruz e 2-3 vjetë, sikur se ta dishën se po i nëllë diçka kampit. I thomu, si po shkojmë, mami shkojmë, po marrin mu 2-3 vjetë, apo më më shekush. Tha, ti kemi për ne, tha, edhe na nuk lanë të i vetëm. Mama zditja, filloj ersira, plasi. O shëtin të Gryka Oroshit, ku se di se ku një gjojë, nga të bërtitmet. E duhem Shqipërinë si gjithë Evropa, është thirrur në tere sa janë qa njerëzit në fyt. Po është komunizmi, dhe kërkojmë ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, kemi kërku një komision Evropo-Amerikan, dhe kemi kërku që të përballemi me shtetin në një tavolinë. Dashnor Kazazi, e ngre lartat e Skënder Dajën, mu këtu ke fusha, mu aty ke cepi, ku janë shkallët, mu aty ke cepi. Edhe ishin truprojet, ka qenë një truproje lartë. Edhe i bënë thirrje ushtarëve që të dorëzoshin armët e të bëjsh bashkoshin me neve. Në ato, ata i ndruan ushtarët, e hoqin shpejt ushtarët dhe vunë policë, vunë nga 2 policë truproje. Dhe sigurisht, ata lajmërun qeverin që ka plasë një revolt të në spaqë. Dhe mrena natës, kur është gëdhije mëngjesi këtu, i shikon të male kështu, këto kanë qenë të gjitha të rrethume me 3 rishta ushtarës. Hoqen ushtarët e vunë policë në truproje. Se ka kanë truprojet, kanë 30-40-50 metra, kanë njënë me tjetërin, a kupton ti. Masaner u qurë revolte, ka arë fiqor sheu. Në një raport informacion që sekretari i parë i Komitetit Partisë së Rrethit të Mirditës, Jovan Bardhi, i dërgonte sekretarit Komitetit Qendror, Hysni Kapos, vetëm një ditë pas asaj ngjarjeje të jashtëzakonshme. Midis të tjerash, shkruhej. Siç jeni në dieni, më datën 21 maj 1973, nga të dënuarit politik të kampit të riedukimit të Spaçit, u zhvillua një revolt kundër revolucionare, e cila u shtyp më datën 23 i 5 1973,
dhe më datë 24, gjendja u normalizua. Të dënuarit filluan punën në prodhim. Komiteti i partisë, me anën e shokëve Jovan Bardhi, sekretari parë, dhe Prenk Pepa, kryetari i komitetit ekzekutiv, ndoi që në vend gjatë gjithë kohës punën dhe mori masa së bashku me kuadrot e ngarkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, të kryesuar nga shoku Feqor Shehu, zëvendës ministri i Punëve të Brendshme, për shtypjen e revoltës. Ngjarja nisi në ora 5 të mëngjesit të datës 21 maj 1973. Si pretekst, u shfrytëzua thyrja e rregullave të kampit nga një i dënuar, Pal Gjergj Zefi, i cili u largua nga Biruca pa kryer dënimin dhe pa urdhër të komandës. Gjatë tentativës për ta kthyer në Birucë, shpërtheu veprimi i 16 të dënuarve të tjerë, në mbrojtje të dënuarit Pal Zefi dhe kundër oficerit dhe nën oficerëve të tjerë të shërbimit, deri në goditje. Ngjarjet që u zhvilluan tregonin se kishim të bënim me një revolt kundër revolucionare me karakter thellësisht politik dhe jo për çështje të thjeshtë të rregullit të punës e të jetesës. Një nga pikat më kulminante të asaj revolte, apo më saktë një nga faqet më të ndritura të saj, ishte edhe ngritja e flamurit kombëtar me shqiponjën e zezë 2 krenore dhe pa yllin e kuq komunist, i cili u valvit për 2 ditë rresht, një nga pikat më të larta të godinave të atij kampi, gjë e cila i tërboi pa mas krerët kryesor të Ministrisë së Brendshme, me në krye zëvendës ministrin famkeq Feqor Shehu, dhe gjithashtu edhe të gjithë efektivet e tjerë ushtarake civil ishin dërguar për shtypjen e asaj revolte. Po kush ishte ideatori i ngritjes së flamurit pa yllin komunist? Kur erdhi darka, u bë një pak si qetësi. Dikush thotë, si të mos ngrem një flamur neve? Kemi menuar, thash, me i dhanë karakter politik revoltës dhe karakterin politik ja japim me ngrit flamurin pa yll. Ne pasaj kishte një organ, kam unë një organ të kuq, e në moment tak pa e kurosur. Edhe Mersini më thotë më kanë thënë thotë për të pikturuar atë pjesën e flamurit apo e dum pa yll. Po pa yll është flamuri shqiptar pa yll. Dhe bëj këpucësh të zezë, Mersim Dashi bëri shqiponjën, por pa yll. Morëm 2 tuba nga ato të gjeologjisë, i lidhëm pas ekurave të stendës, ku lexoheshin gazetat. Ndret Çaku ishte një mirditor, i pakët në trup, po atë trup që kishte, e kishte komplet trimëri, ishte vërtet trim. I pi unë, tha, i pi lartë, e lidhi flamurin ati, ishte koha që frynte shumë herë, dhe në kohën kur ngrit flamuri, atëre të gjithë mitrolozat filluan të qellonin flamurin për t'u habitur. As edhe një plumb nuk e zuri, as tubin, as flamurin. Mbaj mend Skënder Dajën, kur qelluan policët, e pusuan bataret, po asnjë plumb nuk zurin ndonjëri nga ne. Ju tha mos qelloni, se ne jemi, ju drejtohu ushtarëve, ne jemi vëllezërit tuaj, edhe unë para 3 vjetësh ushtar kam qenë ata. Ne jemi baballarët tuaj, që na kanë dënuar kot. Flamuri ka net i valvitur lart dhe kanë qenë 2 roje që e kanë rujtë, dhe Shoaib Seiti, Shkodran, edhe Nat Çoku, po mirditor. Ata rrishin pinës ke flamurin që mos ta hiqte njëri flamurin, për aty ku ishte. Në mëngjes, ndora një flamur të pikturuar në krye të katit, 4, me një shtizë, pa yll. Derisa të vdes nuk do të harroj Pjetër Gjokën. Ishte i plak që kishte bërë 20 vjet burg, nga malësitë e Veriut ishte. Ai hypi në një sopë dhe nga zëllyer kur i pa të burgosëve që përlesheshin me policët e ishin gati në triumf, në fitore, thërrise me sa zë që kishte. Pa shanerin
unë gjallëm burat e Shqipnisë. Pasha Zotin, pas ka pas burat Shqipnia. Ndimoj trimat, oj shendi shë në nu, thosi. Ndimoj të nërshmit o Zoti ma, those. Kjo të kujton të ata borizanët që i thërisin luftëtarët e ju jep një zemër për në luftë. Thonë dhe me që ata zorat malore, kur panë që edhe unë një flamur pa yll, thanë shqyqyrtët, unë dhe njerë flamuri Skënderbeut Ismail Qemalit, flamur pa yll komunist. Në momentin që komanda e pa flamurin, atëherë u dha urdhën që rojet e mbrëmshme të dalin nga rrethimi i bujtinave. Dhe kampi ku na flishim u kthye në zonë karantinë. E panë që kërkesat tona shkuan deri aty sa ulën flamurin edhe ndritën flamurin pa yll. Ata thirrën ushtërinë më thënë. Thirrën ushtërinë, rrethun venin këtu, pron 1200 sampistët e parë, këtë dera, i hoqën diagati diferencialin, e kthyn skiq dhe mësënaj na dhanë ultimatumin. Qose nuk dorëzoni dhe ju shkelim me zjarë e hekur. Po revolta e të dënuarve politik të Spaçit do të shtypej brenda 72 orëve, me egërsinë më të madhe nga efektivat policore të ruajtjes së kampit, si dhe nga disa njësi të mëdha ushtarake, që erdhën në përforcim nga Tirana, me efektivat të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, me në krye komandantin e korpusit të Burrelit, ish general major Bako Dervishin, batalionin special të sigurimit të Ministrisë së Mbrojtjes, me komandant Diko Zeqon, batalionin special të sigurimit të Ministrisë së Brendshme, me komandant Dane Binaj, dhe batalionin forcave të ndjekjes i stacionuar në Rubik, të cilat u vunën komandën e zëvendës ministrit famkeq të sigurimit të shtetit, Feçor Shehu. Momenti i ardhes së Feçor Shehut ka qenë pothuaj sinkronizim në të njëjtën kohë kur në kampin e Spaçit erdhën 27 makina të ushtërisë. Kanë ardhur në kamp 103-105 polic të knue, të bën një deklarim, jem boksier dhe jem sampista. Po përgatiteshin për të hedhur elme të ndryshme mbi njerëzit që ta zhduknin tër kampin parë. Këtë nuk e bënë si duket sepse nuk vendosin ata që ishin më të mëdhenj të atje. Në ndihmë të raportit në momentin e revoltës, kanë ardhur nga Tirana, ka ardhur një batalon. Erdhi dita e nesërme, do të nesërme në orën 8 të mëngjesit, vjen nga qeveria. Nga qeveria vjen Feçor Shehu, ishte zënës ministër, po thoshin që ka ardhe ka Drezbiu, po nuk ka dalë në skenë. Në atë kohë të gjithë bërtisnin poshtë, hajde poshtë këtu, sjarojme me ne. Jo, unë zvi poshta, po të dalë një përfaqësi lartë. Kam dalë unë, ka dalë Hajri Pashaj edhe Paulin Vata. Në momentin që po dilësha unë, në mens bëje një mbledhje e pleqësisë së kampit. Më thënë tash u bë kjo punë, po ç'a do bëjmë? Edhe kishim bërë ka 4 pika, 5 pika. I futën zarfat dhe në momentin që kemi dalë lartë neve, iniciativa ishe e Konstantin Papës, Dursak ishte. Ma jep mu letër në orën, tha me që po letra qoj edhe këtë letër. I dorëzoj unë qoj letrën ati ke porta, jep një policia dhe vi aty. Ne kërkonim që të mos dënohesh. I thamë ne kërkojmë mos dënohet asë një njeri për këtë që është ndodhur. Një pjesë, rreth një 20 apo 50 të dënuar, qëndruan poshtë tek taraca ku pregaditi që dili për punë dhe bahi apeli. Kjo pjesa këtu ka qenë menza e vjetër, sepse pjesa tjetër është menza e re. Dhe në momentin që neve do dorëzonim atë, do bëhesh problemi i listës, kisha ardhur zëvendës ministri Feçor Shehu. Kampi bërtiste, hajde mrena që të sqarojemi. Jo, unë nuk vi atje, tha, po dërgoni qatë dhe vinë ca njerës të vinë këtu lartë. Atëre, kam dalë unë, bashkë me Paulin Vatën, që sot ka vdekur, edhe me Hajri Pashajn, i cili është pushkatuar, në jesë. Nuk pranoj ai. Thirrjet dhe kërkesat e të burgosëve tani kaluan, kur i thonë fjalë tamam në kërkesa politike. Hyni në kamp Feçor Shehu, me Jovan Bardhi.
ishte sekretari I parë I Kasim Kaçi, që ishte drejtori I përgjithshëm I policisë. Ne tashti na thirrën hajtni tonë te fusha. Te fusha e sportit, ka një që lushin volejbol. Mi thonë, do të dënorni, thamë, ashpërsinë e diktaturës proletariatit. Këtu tha, bon revolt, tha për përmysjen e pushtetit popullor, si a I zite me fol, por e mësoj me fol, e mësot e ky Jovani, se ky ishte më I përgatitur. Të nesmen, mas jo futën me reprezaljet madhe, futën ushtrin, në lidhen kam dush. Kanë pru me kamiona, edhe me tangë, me gjane kanë arë shqipunsh, kanë pru vetëm ku I kam panu një kamion me hekra, edhe një kamion me bishta, lapata, shkazma që shqipunsh për me rraf. Erdhen futën një 10-12 vetë, në lidhen mapç, militar, në hundën fut, edhe futën një 7-8 policë me bishta kazmesh. Dhe në Tiranë, po të ngrije kokën, të ngrije kështu kokën, do të haqe bishën e kazmës, edhe dikur vijen në vete, në Tiranë vijen në vete. Shkom në Tiranë, na kanë fut në oborin e aty ke burgu I ri, na kanë zbrit me shqel, ma kështu se që ishim lidhur në ramë cipër njëni tjetërit. Vetëm pak ditë pas shtypjes së saj, me mjetet më represive të dhunës dhe forcën e armëve gjithashtu, organet e sigurimit të shtetit me anën e punëtorit operativ të saj, oficerit Fejzi Liço, një nga njerëzit më famkeq në të gjithë efektivët ati kampi, I cili u bë dhe shkaktari kryesor për ndezjen e asaj revolte, duke shfrytzuar disa të dënuar fatkeq që I kishte rekrutuar si bashkëpunëtor të tij me mjete dhe veprime nga më të ndryshmet. U mori atyre raporte me shkrim për të zbardhur e dokumentuar gjithçka kishte ndodhur aty, me qëllim për të nxjerrë organizatorët e saj. Bashkëpunëtori Zjarri raportonte: Jonuz Noria ka prishur stendat dhe derën e zyrës teknike. Ndret Çoku ka prishur stendat dhe ka bërë roje te Flamuri. Hodo Sokoli ka thënë se duhen zhdukur këta spionët e sigurimit. Fatil Dushku fliste me të madhe, ja vdekje ja liri. Luan Burimi është organizatori I revoltës. Ferit Abdullahi ka thënë, poshtë spionët e zyrës teknike, që mbi tavolinë mbajnë foton e Enver Hoxhës. Pal Zefi goditi me hekur me Din Nokun për gjejsin e zyrës teknike. Pjesëmarrësit që ju vërsulën personelit të shërbimit janë Pavlo Popa, Jorgo Papa, Syrja Lame, Dashnor Kazazi, Luan Burimi, Stefan Kola, Mihal Kosta dhe Bardyl Fejzolari. Këta të dënuar vjellin vrerë me të rinjt dhe kanë hedhur parulla, poshtë komunizmi, poshtë Enver Hoxha, ushtar hidhni armët, populli është me ne, kooperativa u pret, bashkohuni kundër qeverisë e të tjerë. Bashkëpunëtori Shpata, Gjetë Kadeli I ka ngritur flamurin. Recep Lazri, elementi rrezikshëm, ka thënë, mos dalim në punë. Dashnor Kazazi, Fadil Dushku, Pal Zefi, Muharrem Dyli dhe Syrja Lamaj kanë thënë, këta do na mbyti në dru, këta janë shkaktar, kriminal e të tjerë. Tesheshi dhe Mir Pojani, Ulsi Pashollari, Luan Burimi, Fadil Dushku dhe Dervish Bejko, qelluan nën oficerin dhe kërkuan vijimin e revoltës. Bashkëpunëtori Planeti, Dervish Bejko tha se kanë bërë sakat, nuk do më jetën. Latif Haxhiu I tha zëvendës ministrit Feqor Shehu, po na mbani nga 25 vjet në burg, moret poshtër. I dënuari Havzi Nela ka bërë agitacion e propagandë, ka kërkuar lirimin dhe të mos punonin më në minierë. Bashkëpunëtori Shigjeta e Kaltër, birucat I kanë thyer Skënder Thaçi dhe Luan Burimi. Ky thiri poshtë komunizmi, ndërsa Bedri Çoku thoshte se ushtria është me ta, ja vdekje ja liri. Ishin shkruar parulla, gjithë bota është me ne. Kur erdhi zëvendës ministri të dënuarit Skënder Daja, Dashnor Kazazi, Jorgo Papa, Luan Burimi, Syrja Lame, Fadil Dushku, Dervish Bejko dhe Hajri Pashaj kanë thirrur, ja vdekje ja liri. Ushtria është me ne. Gëzim Çela dhe Konstantin Papa, duke biseduar në pranitë të dënuarve, thanë të ndaheshin në grupe. Ilyas Sulemani thoshte të thyenin birucat e kampit. Flamurin e ka ngritur Recep Lazri, ndërsa shkon aty edhe Mersin Vlashi.
Shtypja e asaj revolte pati pasoja të mëdha e tepër tragjike, pasi 4 të dënuar, Dervish Bejko, Ajri Pashaj, Pal Zefi dhe Skënder Daja, të cilët do të akuzoheshin nga gjyqi improvizuar ushtarak në ambientet e burgut si iniciatorët kryesor të nisjes së kësaj revolte, do dënoheshin me vdekje dhe do të pushkatoheshin vetëm një ditë pas ngjarjes, më 24 maj 1973. Po kështu u arrestuan rreth 82 të burgosur, të cilët pas proceseve hetimore, ku u përdorën tortura e dhunë fizike e psikologjike, u ridënuan me vite të gjata burgu në gjyqet e zhvilluara në Rëshen dhe Tiranë. Katër veti i pushkatuar, dushk nuk u dihet edhe sot e kësaj dite nuk u dihen kocat, as zvorre, ku janë, kupton ti. Fakt kanë dashur me pushkatuar 20 vet. Në atë grupe, me të zeqën kam kanun edhe Demiri edhe Nuri e kompani këta. Po si që villohen ngjarjet, si din si që villohen ngjarjet në botë, kupton ti, edhe u pezullu pushkatimi, u pushkatuan vetëm ata 4, një grup. Po bësh gjyqi, një ulërimin e një gruje që përtiste rrugëve. Më duk si zërin në stimi, i themi shë, jo, thani, që kënë në ime, se kam dhe emocionet, si kur e them, ajo kështë bërë një pako gati. Në qofë se do ma marrin pakon, është gjallë. Në qofë se nuk do ma marrin pakon, Skënder Dajën e kisha shumë shok, se ishim gati edhe moshatar. E kisha shok edhe Ajri Pashan, dhe Ajri Pashan e di pse e përshkatoj, Peçori, se ishin nga një fshat. Edhe i tha i kujt e ti i filanit. I biri kriminalit e këshim përshkatuar tjati. Ti më ke përshkatuar baban, e di që do përshkatuar shdo mua, tha. Por keni pas marrëdhëniet me këto shtetat, ashtë keni prish, keni me të vetëm. Ajo, tha, pas një probleme politike, s'kam punë me ju, tha, Fëqarsheu edhe u largua. Tani ata menduan tani, me që djali vetëm, duket ku që ti kush kështë në rryrë ati. Që t'ja falni një jetën Skënder Dajës. Edhe i bën thirrje që të kërkonte falje e të regose e penduar. Skënder Daja tha, unë tha, e 10 jetë të kem, tha, të 10 do t'ja falë. Lirisë, tha, do t'ja falë Shqipërisë. Thot Kasem Kaçi, kam pa e s'kam pa, thot, po djalë më trim, thot, se atë Skënder Daja nuk kam pa, thot, deri minutën e fundit që e kemi pushkatu, thot, duke sharë, thot. Dervish Bejkon e kam njohur në kampin e Spaqit, ishte djalë trim, djalë që nuk i bonte syni tërë, ishte antikomunisti tërbun. Pal Zefi, djalë i urtë, i mirë, nuk ishte se ishte djalë i keq. Ajri Pashajn, po e kam pas shok, me thonë drejtën, kam net me te, ishte djalë shumë i mirë, djalë i qeshun, një djalë kolos, nuk ishte si ta bëte nona, mo antikomunist, sepse edhe të prindit e vetë shu i ka pas. Po të 4 kanë qenë djemë shumë të mirë. Për masën e dënimit që u dha të dënorve me pushkatim, 4 nga këta, si edhe 8 tjerë që u dënuan me 25, kaluan në Tiranë. Neve tjerë në dënuan masën 15-20 e këshipunsh, e 20 vetë në qunë Burrel. Direk prit Tiranët në qunë Burrel. Në dënuan me deri 99 vjetë. Pasaj u futën ca nene zbutse, se do ishim pushkatu dhe nga grupet pasaj. Edhe fillu më dënu 13, 15, 12, si që asaj. Pas shtypjes asaj revolte që do të rondiste pa mas dhe melet e regjimit komuniste Enver Hoxhës, në kampin burg të Spaqit, bizotronte një situatë terrori e pa parë ndonjëherë më parë. Dhe e gjitha kjo, prej frikës autoriteteve përkatëse, se ajo gjë mund të përsëritej me forma e metoda nga më të ndryshmet. Mu më prungtu në Spaq. Po më dënon, nuk më qënë direkt bërën, më prungtu në Spaq. Ja kam qenë këtu kjo dhoma këtu lartë, një dhomë tjetër këtu, sipër. Këtu ishte terror. Këtu nuk piptin të asgjë. Këtu
Ktu ishte një terror, nuk e di çfarë të them. Asnjëri s'flisë me njëri tjetrin. Dëshmitë e ishte burgosurve politik, protagonista po dëshmitar të asaj revolte, konvergojnë pik për pik edhe me raport informacionin tepër sekret të sekretarit të parë të rrethit të Mirditës, Jovan Bardhi, dërguar Hysni Kapos, sekretarit Komitetit Qendror të Partisë së Punës, që mbulonte organet e diktaturës së proletariatit vetëm një ditë pas ngjarjes. Veç mbledhjeve të shumta, me analiza për nxjerrjen e shkaktarëve dhe masave të marra për stabilizimin e situatës, ajo që bie në sy në këtë dokument sekret janë dhe përpjekjet e organeve kompetente të atij regjimi për ta mbajtur sa më të fshehtë në sytë e masës së gjerë të popullit atë që kishte ndodhur për 3 ditë me radhë në atë kamp pune të detyruar, aty mes maleve të thepisura të Mirditës, ku aso kohë vuanin dënimin afro 1200 të burgosur politik. Në raport informacioni në fjalë drejtuar kabinetit të Hysni Kapos, midis të tjerash, shkruhej: pas shtypjes së revoltës, byroja e Komitetit Partisë së Rrethit, veç informimit gjatë zhvillimit të ngjarjeve, më datën 24 maj 1973, u mblodh posaçërisht dhe u informua në mënyrë më të plotë dhe po ndjek analizat në organizatat e partisë dhe në organet e punëve të brendshme, në DEG dhe në repartin 303, për të nxjerrë shkaqet që lejuan të zhvillohet kjo revolt, përgjegjësinë kolektive dhe personale për gjendjen e krijuar, si dhe mësimet që do të nxirren nga kjo gjendje e rëndë dhe për përmirësimin e saj. Pas këtyre analizave, byroja e Komitetit Partisë do të mblidhet në mënyrë të veçantë për të kërkuar llogari shkaktarëve, për të përcaktuar përgjegjësit e organizatave bazë të partisë, të degës së punëve të brendshme, e repartit 303, si dhe përgjegjësinë e sekretariatit dhe të vetë byros. Me të dhënat që kemi i jehona është e mirë, njerëzit janë shprehur me urrejtje ndaj armiqve dhe kanë shfaqur mendimin se armiqt duan plumbin. Ne do të shfrytëzojmë rastet jo të posaçme që në mbledhjet dhe në takimet e ndryshme në përzona të sqarojmë gjendjen dhe masat tona si veprim të diktaturës së proletariatit kundër armiqve të klasës, duke i lidhur me temat e dhëna nga Shoku Enver në fjalën e 15 marsit 1973. Shënojmë se masat e forta që u morën për shtypjen e revoltës, vendimi i gjykatës speciale ndaj 12 të gjykuarve dhe ekzekutimi i këtij vendimi brenda datës 24 maj 1973 ka bërë efektin që armiqt të nënshtrohen dhe të futen në punë. Mirpo edhe pas qetësimit dhe stabilizimit të situatës në kampin e Spaçit, duket se në udhëheqjen e lartë komuniste të Partisë Shtet në Tiranë, nuk ka pasur fare qetësi, madje ke lënë ata në një gjendje ankthi e pasigurie. Kjo gjë, veç të tjerash, konfirmohet edhe me shkëmbimin e raportit informacioneve, pothuaj të përditshme, të aparatit Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Komitetit Partisë të Rrethit të Mirditës. Revolta e të dënuarve politik të Spaçit nuk do të mbetej vetëm me analizat që u bën nga Komiteti i Partisë dhe Dega e Punëve të Brendshme Rrethit të Mirditës, por ajo do të ishte objekt mbledhjesh e analizash të gjata edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, madje deri në Komitetin Qendror të Partisë në Tiranë, ku Enver Hoxha, në mbyllje të fjalës së tij, ishte shprehur: duhet të jemi vigjilent ndaj armikut të klasës, se ndryshe do na ndodhi edhe në Tiranë ajo që ndodhi në Budapest në vitin 1956. Ashtu si pjesa më e madhe e viktimave të regjimit komunist Enver Hoxhës dhe pasuesit të tij, Ramiz Alia, ku edhe sot pas afro 3 dekadash e gjysmë nga shembja e atij sistemi gjakatar, nuk gjenden ende varret dhe eshtrat e më shumë se 6.000 të pushkatuarve apo të vdekurve në qelitë e hetuesisë e kampe e burgje, edhe 4 të pushkatuarit e revoltës së Spaçit patën të njëjtin fat tragjik. Por se kam na pron fotografiat i kam pa me sytë e mi të shtrirë në një zallë lumi. Edhe sot e kësaj dite nuk i gjenet vare. Pas vitit 19, vllai im gjithmonë e ka ndjekur, ishte 2 vjet më parë meje. Punonte edhe
në firë, gjithmonë jeton në fshirimi. Edhe vajti për të kërkuar, dhe më thonë, për eshtra që i thamë t'ja bëjmë një varë, gjuna, edhe i ri, edhe ata i thanë që eshtrat e këtyre nuk ndodhen. Mbas nata ishit edhe pas regjistrimit që i bënë njerëz të zhdukur, zyra Ministrisë të Brendshme, edhe shpresorim se do t'i gjejmë tani. Familjarisht me një. Shkojnë në Rëshen, ku ishte ky polici që kishte qenë në kamp, merrte të vdekurit ky, i gruposte këj pemë atje mas kampit. Shkoj pyete unë, ai nuk doli, po thanë që këto të katër i ka marrë Ministria e Brendshme, janë Tiranë. Nuk dim gja. Era deri në morg, pasi nuk dije më gjatë për ta studiuar se cilit janë ata që merr morgu, shkoj pash disa atje, s'kishte asgjë. Ne s'po gjejmë dot teshtrat e babait. Dhe kjo është një peng në jetën time. Unë i kam bërë një varë në Pogradec, e kemi kërkuar këte nga kraba. Kemi gërmuar ande me skavatorë, ashtu si që na thoshin këta të përndjekurit e tjerë që kanë qenë bashkë, ose këta të sigurimit që se të regojnë akoma, do me dhe në ku i kanë edhur. Njerë na thonë në ura, i kanë marrë, i kanë edhur atje ke ura e matit. Pastaj na thanë në krab, i kanë edhur në krab. Kemi bërë shumë përpjekje dhe deri tani s'kemi arritur asgjë. Nuk e di, do me dhe edhe shteti duhet të bëjë diçka, do me dhe se janë 4 heronja dhe. Kjo mendoj që kërkon fonde, po mbi të gjitha kërkon një vullnet politik. Nuk varet vetëm nga viktimat, nuk varet vetëm në aspektet e shoqërisë civile, kërkesave të vazhdueshme, por është një domosdoshmëri e nxitjes dhe vetë ndërgjegjësimit të aktorëve politikë në Shqipëri, të institucioneve publike, për të marrë seriozisht, për të akorduar seriozisht fonde dhe për të kushtuar një vëmendje të veçantë pikërisht identifikimit të vendeve ku janë njerëzit janë ekzekutuar dhe gjetjes së eshtrave të tyre dhe rikthimin në gjirin e familjes, siç atyre i takon. Pra ka të bëjë me dignitetin human. Për ne nuk kanë bërë asgjë. Domethënë kanë bërë gjëra shumë të vogla, mikroskopike, që nuk është. Ne kemi akoma pensione qesharake. Pensione qesharake, ne kanë apunuar këtu në minierë, unë kam qenë minator. Kam qenë minator shëmbjesh, që bëjshë nga 100 bira, shembesh e ditë material 5 muaj rresht. Mungesa e njohje e historisë të dimshme të vendin tonë, të prindërve të gjyshtrëve, nëse ju do të pyetuni në shkollat e tregoni këto prallat, këto të vërtetat, fëmijët thonë vendosja në prallat. Sa herë mendoj që ndëgjua këto gjëra gjyshtra, ata se janë gjyshtra tregojnë nipa të mbesave. Mbetër më nitur, por a do të jetë vërtet? Do të nëse nuk studiohet, nuk shihet edhe nuk çohen në vend ku duhet. Për këtë duhet që shteti, intelektualet më të shuar që janë në këtë sektor, o këto profesorë që janë në këto akademi e shkencave, të punojnë në vërtet, duke qenë të pavarur nga politika që mund të jetë majta sodiata, se që në komandon nuk është kjo arsye, se politika nuk ka të drejtë për të nduryrë në këto gjëra, se vetëm e vërteta në bën të lirë. Po një atë njërës janë. Që është e Tirana? E të Moska. Një mentalitet kanë. Të tonë, a kanë roja emna, të kanë rogë shëpunsh, të tonë janë mentalitet komunist. E ma janë i tjetërën e ta. Ti thosë s'ke shkollën e naltë, ke shkollët mesme. Po kusht kanë me maru shkollën e naltë neve? Gjithë në pushtet një ata janë. Ti meri tatë. Kyqet, venet kyqet ta një ata janë, që kanë me në verogjen. Pak të një të tyre, ata që janë gjallë të kësaj, të pak të thonë të na falin. Pa ata se kërkojnë kur. Ne nuk kemi si ata. Kemi pas mundësi sa të dush. Edhe ne, edhe mund të me eliminu, po nuk i kemi bëhat punë. Vetëm kërkoj eshtrat e babait, si mund të gjenden eshtrat. Dhe ajo që i di, i lutem, dhe si mund t'i përgjerojmë, them që vetëm të tregoj ku janë eshtrat e babait tim. Kaq, anonim, si të doja i, vetëm t'a thot dhe është i falur.
nga mua personalisht. Në qoftë se mea culpa nuk është ndjerë, në qoftë se mea culpa nuk konceptohet në formën e një turpi, çfarë kanë bërë. Në qoftë se një mea culpa nuk konceptohet, por konceptohet si një lloj distancimi, nuk është faji im, ashtu ka qenë koha. E kanë bërë të tjerat, unë thjesht kam firmosur, unë thjesht kam respektuar ligjet e diktaturës, pra e distancon fajin nga vetvetja, nuk e shikon përgjegjshmërinë në kontributin e fajit e vrasjes, internimeve, burgosjeve, apo dhe vetë mbajtjes izolimit të Shqipërisë në një diktaturë jashtëzakonisht të egër nga ata që kanë qenë pjesë e zinxhirit të udhëheqjes apo edhe ushtrimit të dhunës, nuk detyrohen njerëzit, por ka forma të tjera të cilët qoftë në aspektin e politikave të memorës, por qoftë në aspektin e legjislacionit për të kaluarën, kanë qenë të suksesshme. Në radhë parë ka të bëjë me atë që quhet kërkimi i vërtetës, truth seeking. Cila ka qenë e vërteta e komunizmit në Shqipëri? Si mund ta zbulojmë këtë të vërtetë? Duke hapur arkivat, duke ngritur institucione siç është rasti i Institutit për krimet pasojat e komunizmit, autoriteti për dosjet e për informimin e dosjeve të sigurimit të shtetit, apo iniciativa të tjera që i vendosin ligjvënësit, në rastin e lustracionit, të disa pengesave për ata që kanë qenë pjesë, në rastin e komisioneve të vërtetës, ngritja ose themi të proceseve gjyqësore nga viktimat e komunizmit. Shembja e regjimit komunist në fillimin e viteve 90, mes të tjerash, do të cilët edhe shkatrimin e rënimin e pjesës më të madhe të kampit burg të Spaçit, ku banorët të zonës dhe fshatrat përreth. Nisur edhe nga skamja e skajshme, ku i kishte lënë ai regjim, pothuaj i shkallmuan e i rënuan të gjitha ambientet e atij kampi, duke i rrafshuar nga themelet ato për të nxjerrë hekur, tulla, gur e materialet e tjera ndërtimi që u duheshin për shtëpitë e tyre. Por rënimi i kampit burg të Spaçit, ashtu si dhe disa kampeve të tjera si Motra, si Qafa e Barit, Ballshi e të tjerë, nuk duhet parë si faji disa njerëzve të veçantë, banorët atyre zonave dhe jo vetëm, që i shkallmuan ato, madje duke i rrafshuar nga themelet, siç ka ndodhur edhe me kampin e Ballshit, ku nuk ka asnjë shenjë të tij. Por ajo gjë i ngarkon me faj të gjitha qeveritë shqiptare, të majta e të djatha, që nga viti 1991 e deri më sot. Kampi i Spaçit, apo edhe të tjera kampe burgje që pësuan fatin e tij, ku vuajtën dënimet ajka e inteligjencës shqiptare, personalitetet të ndryshme nga më të spikaturat në fushat e tyre, të shkolluar në Perëndim apo vendet e tjera të Europës lindore, meriton dhe duhet të bëhet një muzej kujtesës kolektive për krimet komuniste, ashtu siç ka ndodhur edhe me kampet naziste të shfarosjes në mas, si Mauthausen, Auschwitz, Dachau, Buchenwald e të tjerë në Gjermani, Poloni, Austri e vendet të tjera të Europës. Është një simbolike forte e antikomunizmit, të cilën patën kurajon ta organizojnë njerëz të cilët ishin dënuar pikërisht për kundërshti të regjimit komunist. Dhe në Spaç, do thoja, kanë qenë figura jashtëzakonisht të rëndësishme, qoftë të elitës para 45-ër, po në rastin konkret, njerëz të cilët vazhdimisht kishin në backgroundin e tyre, në sfondin e tyre biografik, episode të kundërshtimit apo të një disidence ndaj regjimit. Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar për faktin se burgu i Spaçit është lënë masdore nga gjitha qeveritë dhe ka ardhur koha që të ndërhyet për ta stabilizuar, për ta përmirësuar dhe për ta kthyer një muzeum të aksesueshëm. Dhe për këtë ne kemi dhënë shumë idena, të cilat për fat keq deri tash nuk janë marrë në konsiderat dhe nuk kemi ndonjë ide se do të merren. Muzealizimi i kampit burg të Spaçit dhe të tjerëve, si Qafa e Barit apo Ballshi, duhet të bëhet një vend pelegrinazhi, ku brezi i ri, që është lindur dhe rritur pas viteve 90, jo vetëm do prekin nga afër dhe do shohin me sytë e tyre, vendin ku vuajtën dënimet prindrit dhe gjyshërit, por do të mësoj gjithashtu historinë trisht dhe të tragjike të një sistemi diktatorial gjakatar, siç ishte komunizmi, dhe veçanërisht modeli shqiptar që aplikoi e zbatoi diktatori Enver Hoxha me pasuesin e tij, Ramiz Alia, gjë të cilat mungojnë apo janë teje të cunguara edhe në librat e historisë së Shqipërisë, në tekstet shkollore të gjitha niveleve në arsimin shqiptar. Po të rinjt jo vetëm që nuk kuptojnë, po të rinjt nuk dinë
nuk din çfarë ka ndodhur. Data 20 shkurt po t'i pyesësh, nuk e din që është një datë për përkujtim të viktimave të komunizmit. Dhe kjo vjen si pasojë e asaj që thash, pra e një mos serioziteti, unë e quaj thjesht një ping-pong politik midis palëve për të marrë me të kaluarën thjesht për qëllime politike elektorale, por jo seriozisht për të lënë shënjuar të kaluarën në jetët e individëve edhe sot e kësaj dite, pra për ta kuptuar. Spaçi mund të bëhet atë që ka mbetur, do të kishte qenë vërtet një memorial që bënte një figurë e mire për Shqipërinë, për të kujtuar të keqen e së kaluarës, nëse në ndjetit të njëshi kur u zhduk komunizmi, u hapët liria fetare, demokracia e vërtetë, atëherë do kishte mbajtur në këmbë e do të kishte qenë vërtet një momenti për të reflektuar. Unë kam qenë në Auschwitz, në Beckenauer, ka qenë një të merë. Atë kushtu të kishte qenë Spaçi, pavarësisht. Edhe kur pastaj erdha në Shkodër me bashkëpunëtorët e mi, kur atë çudia ime, thashë si është mundur që përveç postribe, ka qenë fillimi fare, askush nuk ka reaguar gjatë të viteve, që është mundur. Nga 2010 kemi marrë përsipër që të angazhohemi më shumë për Spaçin, edhe që të jetës to që është, dhe meriton në Spaçi. Se atje kanë jetuar pjesë më të madhe të këtyre martirëve, kanë mbjetuarit nga Spaçi. Për këtë, e kur dëgjova se kishën rebelluar, rivolte që me për 3 ditë, pronarët e Spaçit kanë qenë të burgosurit, unë nuk kënaqja. Tha shqyrë se dikush ka reaguar si duhet komunizmit edhe me Roqës. Për herë të parë në vitin 2018 ne kemi organizuar një summer camp ndërkombëtar me pjesëmarrjen e shumë të rinj dhe të reja që vinë nga vende të ndryshme të Europës lindore, qendrore dhe Gjermanisë, ku mblidhen gjithë bashku aty në ambientet e burgut, për disa ditë me radhë diskutojmë, bashkëndajmë dhe në fund bëjmë një pelegrinazh që fillon nga burgu i Spaçit deri në Rreps, ku për të përkujtuar jo vetëm ishte burgosur, por edhe familjarët e tyre që vuanin për të arritur, për të vizituar dhe për të ndihmuar për të sjellur ushqim, ishte burgosur e familjarëve të tyre. Po kështu, këto objekte muzeale, përveç ruajtjes dhe formësimin në kujtesës kolektive, ashtu siç ka ndodhur në të gjitha vendet e qytetëruara të Europës dhe më gjerë, por do jenë edhe objekt pelegrinazhi për turistët vendas dhe të huaj kryesisht, të cilët janë të interesuar për njohjen e historisë së Shqipërisë komuniste, një nga më të tmerrshmet që ka parë Europa dhe jo vetëm. Këto konstruksione, të më thënë të riparohen në një mënyrë të tillë që mos lujnë më, dhe të shkruajnë herën rreth parë të vënë aktakuzat. Aktakuzat veçanta, t'i vend tavolinë që kush do të vinë këtu t'i lexojë ato. Pse është dënu filani? Se kanë dënime gallate, që ti lexosh ti në menja, çuçi kanë bë. Për ne ka të bëjnë kështu që manekine, edhe t'i lënë ato krevatat që kishin vënë ato qepsillliqet, ato botaniet ashtu t'i lënë ashtu, siç kanë qenë ato të rrasat. Këta tani e kanë lënë për ta bënë në Rreps. Duan ta spostojnë prej këtu. Dhe është ai kampi tjetër i Repsit që ka qenë, ta bëjnë atje. Po, këtu ke qenë godinat këtu, kampi këtu. Këto do në restauru dhe asë gjësë do bosh ma tepër. Do të vendë dhe shumë fotografira, gjëra, gjëtë të burgosërve, dhe gjithë janë kanë qenë këtu, të restaurohet. Edhe kjo tarat si ka qenë kështu, të mbulohet me një shkarënësi, ti kryosh ato banjët ato gjonët, po të i kanë majtë. E po i bëjnë ato të Hitlerit, po i majnë gjitha. Ai po su këthe në muze. Po su përsit kjo punë, dhe më thanë, tanë vujtet, tanë është e krete kotë. Jo muze, po do të me kënë shamull për në tanë Shqipni. Ky Burreli gjithë kënë venet, po ky që do mos, që ne kanë 600-700 vetë, nuk është punë se kanë 20-30-50 vetë. Tanë kene kanë mekra. Si unë që jam dënu që nuk është dënu, ka kanë mekra. Gjithmonë kur është berë në Spaç, në çdo vit që bëhet një memorial ati që shkojmë, kam shkuar çdo vit dhe kam përjetuar, po e përjetoj shumë keq, se është një gjë që të shikosh shokët e ti dhe mos shikosh babain tënd. Më dhe është një gjë e rëndë.
Por në këtë rast, duket se merr shumë vlera sentenca proverbiale e shkrimtarit dhe dramaturgut të madh anglez, Oscar Wilde, i cili thoshte: "Nëse gjithmonë do të ekzistojë një laps për të shkruar të ardhmen, kur nuk do të ekzistojë një gomë për të fshirë të kaluarën." Kjo është revolta, libri Revoltës Spaçit, papi, dhe kjo është fotografia e gjyshit.